na tregu si e vlerësoni hapjen e re këtu të Jyskut në Mitrovicë? Po siç edhe po shihet, entuziazmi është jashtëzakonisht i madh për faktin se shumë klientë prej orëve të hera të mëngjesit kanë ardhur për me prit hapjen e dyqanit. Ne faktikisht edhe e kemi prit sepse që një kohë gjatë faktikisht kemi shumë klientë që janë blerës tonë në për dyqane tjera në Kosovë, edhe kështu që hapja ka qenë shumë madhështore. Jyskin Mitrovicë është dyqani 11 i joni, kështu që hapjet edhe në vazhdim nuk do të ndalen edhe për qytete tjera. A s'ka qenë vështirë dhe sfiduese kompletimi ashtu i stafit? Faktikisht prej ditës të parë jemi bashkë me stafin cilin është përzgjedh, po edhe aplikantë cilët kanë pas dëshirë të jenë pjesë e stafit Jyskit. Ne kemi qenë përsafërmi edhe kërkesat për të punësuar në Jysk kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha, kur thojmë të mëdha, të panumërta, mirë po stafi aktual me cilin është kompletuar dyqani, është një staf i mrekullueshëm, ku prej tyne presim që sigurisht në kuadër të vlerave të Jyskit edhe rregullave të kompanisë që të marrin edhe pozita tjera për vlerat që i posedojnë. Cilat janë planet? Plani për të ardhmen në Jyskit është faktikisht me hap pika 3-ja, normal kujdesin ndaj klientit në rend parë për faktin se klientë janë ata që neve na kanë pru suksesi i jonë mbarët edhe është normal burimi prej klientëve tonë cilët nuk kur ju bien mend të blenë gjona të shtëpiake, zgjedhin Jyskin për të furnizuar me ato. Ky është edhe vizioni jonë gjithmonë që klientët tonë të kenë në rend parë të përzgjedhin Jyskin për orendi shtëpiake, gjona i organiastak, dekorime e kështu me radhë. Sa ka qenë i vështirë realisht realizimi i këtij projekti? Po realizimi i projektit nuk është i vështirë kur i ki bashkëpunëtorët e mirë. Në këtë rast shfrytëzoj rastin me falendëru bashkëpunëtorin qendrën tregtare këtu Mall of Mitrovica, cilët e kanë mundësu këtë projekt me hapësirën sepse dyqanet e Jyskit kërkojnë hapësirë të madhe, edhe për faktin që këtu hapësira është pak e vështirë me gjetë në për vende tjera. Këtu në Mitrovica Mall, duke falendëru pronarët e qendrës Sedat Bashota dhe Riadi vllai i tij, kështu që na kanë mundësu që hapësirën me pas në dispozicion. Pastaj i kemi edhe bashkëpunëtorët tonë nga Danimarka që na suportojnë me projekt plane, me gjitha konceptin, implementimin e konceptin, literaturë të ndryshme, komunikimi në kohë reale për sfidat cilat paraqiten, e kështu me radhë, trajnimet e kështu me radhë. Kështu që realizimi nuk është i vështirë, mirë po e ka dinamikën e vetë me cilën na i përshtatemi edhe në rrim sot ku jemi ardhur. Ne sot po e shohim hapjen, a ka diçka oferta konkrete apo Po, veç hapje? Jyski si gjithmonë me oferta, edhe i hap dyqanet, po edhe masi që të hap dyqanet ka oferta të vazhdueshme. Dihet që do me thonë tash sa vite na jemi, që 21 vjet jemi në Kosovë, kurse qysh thash më herët dyqani 11 është dyqani i Jyskut në Mitrovicë tani. Ofertat ndryshme, oferta është njëna pak më e veçantë me rulet ku klientat mundën edhe me fitu oferta të cilat artikujt janë nuk kanë qenë në zbritje. Deri sa ka zbritje? Deri në 60% ka zbritje, oferta fillon nga sot data 10 dhe do të mbaroj deri me datën 24. Mirë po ka ekskluzivisht edhe vetëm për Mitrovicën oferta ndryshme si jashtëkfala se gjonat në ndeshme.